Në selinë e Partisë Socialiste ka nisur një mbledhje e thirrur nga kryeministri, njëherëzi edhe kryetari i socialistëve Edi Rama, me deputetët të kësaj force politike të qarkut të Tiranës. Mbledhja në fjalë është në vijimësi të një serie takimesh që Rama ka zhvilluar në 48 orët e fundit, qoftë edhe me anëtarë të Këshillit të Ministrave, ashtu edhe me kryetarët e komisioneve parlamentare që drejtohen nga socialistët, apo kreun e grupit parlamentar Taulant Balla dhe kryeparlamentarin Niko Peleshi. Takimet intensive të Ramës lidhen me zhvillimet e fundit, veçanërisht pas vendimit të gjykatës kushtetuese që rrëzoi të gjithë procedurën e shkarkimit të Erjon Veliajt si kryebashkiak i Tiranës, proces që u dirigjua nga Edi Rama në 11 shtator, ditën kur mblodhi Asamblen Kombëtare të PS-s dhe njoftoi se Tirana do të shkonte në zgjedhje të parakohshme. Por kushtetuesja me 5 vota ka surprizuar Ramën, duke i dhënë të drejtë Erjon Veliajt që do të vijojë të qëndrojë në krye të Bashkisë së Tiranës. Ndoshta një lëvizje e Veliajt që tashmë ka të drejtë të delegojë se kujt do t'ia besojë drejtimin e bashkisë, ndryshe nga loja që tentoi të bënte Edi Rama, duke pushtuar këtë institucion, madje duke vënë në rresht edhe anëtarët e Këshillit Bashkiak, mund të shqetësoj kryeministrin. I kapur në befasi nga vendimi i kushtetueses, Rama duket se po kamuflon mbledhje pas mbledhjeje, atë që duket se e shqetëson. Burime nga PS-ja shprehen se në dukje takimet kanë të bëjnë me buxhetin, që ka kaluar për miratim në kuvend, ndërsa Rama po u kërkon deputetëve që të nisin takimet me qytetarët dhe grupet e interesit, sipas qarqeve, për të sqaruar prioritetet kryesore të draftit, që ka nisur të diskutohet në komisione. Por ky mund të jetë vetëm sebepi, pasi me një grup parlamentar ku shumica e deputetëve janë të rinj, ndoshta edhe pa eksperiencë për trajtimet e çështjeve të buxhetit, Edi Rama duket se po tenton të mbajë në alert strukturat e PS-s.